Shumë e shtirë, shumë e rëna kanë për mu ke jetë. Sidomos fëmija. Burrin e kam çdo kënd luftë. E qaja 9 fëmijë ka lanë. Me 9 fëmijë ka lanë, jetima, i kum rrit veç zote edhe që më rrit. Ai nuk o që kom gjitë në gjenë di gjallë, po bili me ditë vadhin dhe kon qeka. Ka me ndëm për nusë se s'po dojnë me jetu me vjerë rri? Pse, qka kam qapi bun vjehrat e Ka ardhë koha ta, lojës ka ardhë koha. Se të dhe dhe jetën e vetë, me familjet vetë. Qa me bon, tash ka ardhë koha qashtë, nuk është të ku përpara na që i kena kësir vjerë. Qka pi bujnë Po me s'pi bon, po që pa dojnë qashtë tashte. Trit, po dojnë qashtë, qa mi bon. Unë e kumë thonë, se cilë dhe ta kësir jetën e vetë, ka ardhë koha. Sa t'jetëj, inshallah në ka me ndurë, kumë thonë Allah i ti lukna. Në ka me ndurë ma me shpirtin edhe ma mirë qashtë ashtë. Po fjale e prindërve nga fëmijët, sa po ndëgjohet? Që ti pas këthon djallit më shkraj ka shku? Ka shku se jam mas nusës tash me dje, normal, ama unë për djemve të me në falenderaj, po dhe rejat po se ata më kanë lutë hajde me muhe, unë s'kom dasht. Ata atje qështu, këtu që mu ka daj madhe, edhe ky më ka thonë, hajde me miliona herë, po unë i kom pas 2, i kam halafa martu. Unë i kom thonë djallema në smoj me lanë ta djemë e me arë me tyje. E unë jam e knaqen, a da mirë bëllë, knaqen me ta, vinë, shkojnë. A mëjnë është me dosh nusën se qikën tana? Po. Njëjtë, venin e njëjtë. Me kanë insan, unë nuk jam një vjerë që ju kom përzi për kur gjë heq, ju kom thonë. E keni rrugën e juj, burrat e juj, shka t'ju thojnë ata, ju bani mu, veç unë s'du fjallë. Po mirë jam me ta, shqyrë zote, alhamdulillah, mirë. Qa me bota Cila është gjëja me fështirë që ka ndodhë një jetë, apo në të hajgani? Ka shtira shumë. Burrin e kam çdo kënd luftë. E qaja 9 fëmijë ka lanë. Burrin e kitë çdo kënd luftë, ka lanë me 9 fëmijë. Me 9 fëmijë ka lanë, jetima, i kum rrit veç zote edhe që më rrit, që rrit. Ta qa me bon, kjo jetë që shto e shka. Për krejta ka në luftë, jo për për mu. Sa ka qenë e fështirë për juve kjo? Si e për jetove, qysh? Shumë e shtirë, shumë e rëna kanë për mu kjo jetë. Sidomos fëmija, fëmijë shumë. Shumë e fështirë ka qenë me... A, ka ndimu në i kush, atë ka dojnë ndim me 9 fëmijë me... Ndima normal që atëhera kanë mas luftës edhe ka pas qaqata, ka pas mitësia, sa kanë pas mundësi. Mitësia më kanë një mund, po, ja, ato si jam pupi. Po 9 fëmijë me urrit pa babë të ashuar. Ato veç unë e di edhe ato femna tjera që i kanë rritë. Edhe zote atje mas pari. Ai din që shkina rritë. Malli asë njerë nuk hekat. Ja, si që të korën, s'ka të shkoj, ka të më ullë, me hangër, bokun e mena, ai të i gjinët. Ai nuk o që komo gjitë në gjinë di gjallë, po bili me ditë vadhin dhe kon qeka. A ke mujtë me bona shta një burë tjetër? Oj, zote, A ka shku në mendje me qinë, se në fëmijë me thonë me mdallin krah një person? Zote, unë veç ku me nuvesh për fëmijë me qëshmi rritë, qëshmi rahatu, qëshmi diku, mos më bandë kësë qenë për rrugë të qijena, për qatë më ka metë musë për tjetër sa nuk, ja. 35 gjatë kom metë, se na 3 në martu, aj 37 i ka pas. Se kanë marë. S'ke menu asë njërë në gjithë? Ja, mos falë. A të kanë thonë gjë, Ja, asë më ka thonë, pas se kom përmenu në kërë. Unë e kom nga mas të mive me jetu, me i majtë, me i rritë, mu eduku, sërë qështë. Faleminderit shumë për kohën që Faleminderit e juve, hajde, ti ne mirë kalofsh mirë. Me muzikë mirë na që rreth 5-6 vjetë në shta kështu aktiv jam në përdasma. Si artist i ri, po jo fort kështu që t'ka ndimu dikush me hecë të para. Pas përkraje nga shoqëria? Prej shoqënies jo vallaj, shumicën e shoqërisë ndit sotit i kom hu për shkak të interesit. Ka pas njerëz që jam mundu mos milion keq kur e të kuptu mi ndimu financiarisht qysh do koft, mos milion keq, mos mundin atë pozitën e keqe, po kur i ka ardhur momenti pak me të pati më të ngritën, ju ka dokë që gjithë mund të me konë veç për interes një shoqëni. Edhe i kom largu. Tregon si që urdhë prej nga ju? Gramos Dako, jem prej Gjiljanit. Gramos, shumë e disponem. Mirë, super. Çfarë bëhet në ty të lumtur në jetë? Të lumtur në jetë ma shumë kish bo shembull rahatia me njerëz që i donë edhe që i kja për vetit, familja sidomos, pashortja, gjithë shka që i sill rreth vetës, që të bën punë. Si
Si e kaloni kohën e lirë dhe me çka merreni? Kohën e lirë saktësisht e kaloj me shok, dal, kanë herë edhe me familje. Shumicën e kohës e kaloj në qytet, heci, antistres përdori edhe shmehanën nëpër butika, shkoj, jem pak merak me bletesha, të reja non-stop. Apo në diçka? Po. Me profesion jam këngëtar, nuk kam diçka ndaj punë dytë, po nuk është që s'marr vesh këto në punë tjera. Po mirësh me muzikë? Me muzikë mirë na që rreth 5-6 vjet në shta kështu aktiv jam nëpër dasma. Edhe pak si nisi, ka lindi ideja më mirë me muzikë. Unë jam aktiv me ansambli Gjilani, edhe për atë dyqysh kam hyrë si këngëtar, si artist i ri, po jo fort kështu që të ka ndihmu dikush me hecë të para. Po e kam dashur vetë ashtu, në familje nuk e kam kërkar, një babgjësh domthon baba i nanës, u kanë maraklen në instrumente frymore, burimore, edhe pak nështë e kam pejtina të ardhën. Sa ka qenë e vështirë për juve në fillim? Shumë. A ke pas përkraje nga shoqëria se familja kuptohet që gjithmonë përkrah? Prej shoqënisë jo vallaj, nuk më me thonë, aty këto na i kosh nështë ka ujtë me të përkra me jo, apet kur i ka puna të puna, ma saksisht që shtojnë shqiptarski jo. Prej familjes po, nështë financiarisht nuk kanë pas mundësi, po babën e kom pas edhe nonën të ndjerën e kom pas shumë përkrase. A mendojnë që shoqëria u shëndru në interes? Shumë, shumë. Edhe shumicën e shoqërisë në ditë sotit i kom hup për shkak të interesit. Ka pas njerëz që ja mundu mos mi lan keq kur, e të kuptu mi ndihmu financiarisht qysh do koft, mos mi lan keq, mos më ndin atë pozitën e keqe, po kur i ka ardhur momenti pak me të pati më të ngritën, ju ka dok që gjithmonë do të me kanë veç për interes një shoqëni. Edhe i kom largu. Apo fitonisht ndarës më tregona? Çto pak problem të kallëzue. Mirë, nuk është keq. Tregona. Po nuk është në farçmimi shumë i lartë. Komod pak. Apo kima shumë me këta t'jashtet apo me tontë? Komod me t'jashtit, po zakonisht dasma të në i zhvilloj ona Bujanovcit, Lugina, Knena edhe Gjilani. Qyteti jem normal. Po ka edhe vende jashtë Gjilanit, Filizaj, Prizren. Kumanovën mos t'i harrojnë këto Maqedoni. Shumë e shtirë, shumë e rëna kanë për mu ke jetë. Sidomos fëmija. Urën e kam çdo kënd luftë. E qaja 9 fëmijë kalan. Me 9 fëmijë kalan, jetima, i kum rrit veç zote edhe që më rrit. Ai nuk o që kom gjithë në gjenë di gjallë, po bili me ditë vazhin dhe konë qeka. Ka me ndën për nuse që s'po dojnë me jetu me vjerri? Pse, qka kam qapi bun vjehrat e Ka ardhë koha tash të lojës ka ardhë koha. Se të dhe pa dhe jetën e vetë, me familjet vetë. Qa me bon, tash ka ardhë koha që ashtë